do të zgjedhet. Ka një kënaqur me çik qeveri? Kjo qeveri ka qenë një qeveri pa përvojë, ka ardhur një qeveri e cila gati ka ardhur si amatere. Bile jemi tepër të kënaqur në çka kanë punuar, sepse kemi menuar se do të punojnë më shumë më keq. E ky fakt shihet se kanë qenë pa përvojë. Unë besoj që nëse kjo qeveri përkatësisht Kurti e merr pushtetin, me siguri eksperiencën që e ka pas si ai, kryeministër sa ai s'ka pas, ka pas si deputet, s'ka pas si kryeministër një kohë shumë të shkurt. Ka një kënaqur me çik qeveri? Por kjo qeveri, me të thënë vërtetën, kjo qeveri ka qenë një qeveri pa përvojë, ka ardhur një qeveri e cila gati ka ardhur si amatere. Gjysha e ministrive në fakt kanë qenë njerëz pa eksperiencë institucionale dhe kanë marrë me udhëheqë resoret më të rëndësishme të Kosovës. Dhe të thënë vërtetën, bazuar në ata që kanë qenë njerëz pa përvojë, bile jemi tepër të kënaqur në çka kanë punuar, sepse kemi menuar se do të punojnë më shumë më keq. E ky fakt shihet se kanë qenë pa përvojë dhe mas 2 viteve që kanë kryer stazhin e praktikës, kanë nisë me punuar më mirë. Mirë po, me thënë vërtetën, me qenë se shumë ministra janë kënë pa përvojë, kanë lënë shumë çështje. Sidomos kemi vrejtje të jashtëzakonshme në një ministër i cili ka udhëheqë 3 ministri, mesin e tyre ka udhëheqë edhe ministrinë e punës dhe të mirëqenies sociale, që me siguri se edhe ju ndoshta edhe për çata na keni ndalë, e që punësim nuk ka. Nuk mund të kenë punësim në Kosovë nëse nuk hapen fabrika. Ne përpara i kemi pas fabrikat në Kosovë, të cilat i kanë pas punësuar me ka 2000 vjet, kurse fatkeqësisht që 25 vjet nuk e kemi një fabrikë që punëson punëtor se pa fabrika. E dyta, nuk kem sigurim pensional o invalidor, nuk kem sigurim shëndetësor, dhe llogaritë për shembull ndoshta jemi shteti i vetëm në Ballkan, të cilët nuk pensionin e paguajmë për shembull prej buxhetit. Nuk ka shtet në Ballkan. Unë besoj as në Evropë që mundën pensionet paguhen prej buxhetit, po duhet mu paguhet gjenerat pas gjeneratet. Për shembull gjenerata ime për gjenerata tjera, gjenerata juaj për gjenerata tjera. E te a mendon që ka me fitu zgjedhjet prap Albin Kurti? Po me të thënë vërtetën ka bon, domethënë për shkak të amaterizmit ka bon gabime shumë të mëdha. Unë besoj që nëse kjo qeveri përkatësisht Kurti e merr pushtetin, me siguri eksperiencën që e ka pas si ai, kryeministër sa ai s'ka pas, ka pas si deputet, s'ka pas si kryeministër një kohë shumë të shkurt, ndoshta mundet në këtë qeverinë e ardhshme që të 4 vite me i shfrytëzua gabimet që i ka bon. Me qenë se ai mas tepërmit veprimet i ka bon në pjesën veriore, a pjesa veriore është çështje të cilët është mundua vërtet Kurti me disa masa administrative me veprua, po me masa administrative është vështirë, për arsye se ne kemi qendrimet e Bashkisë Evropiane, se ajo pjesë duhet zgjidhet vetëm me dialog. Kështu që vetëm dialogu mund ta zgjidhë atë pjesë, dhe unë besoj që secila parti që të vinë nuk ka çajre pas batua dialogun. Të shohim, ka shumë gabime që ka bën, ka humbur shumë kohë në pjesën veriore me këto masa nuk mund të jenë të përhershme. Fatkeqësisht ndoshta edhe këshilltarët e ri që i ka pa nuk kanë di mirë me këshillua, po unë shpresoj që qeveria ardhshme duhet ta kuptojë se na duhet punojmë me partneritetin edhe evropian edhe amerikan, sepse nuk kemi fuqi vetëm ta zgjedhim problemin për cilën na ende kemi rezolutën 1244, ende nuk mundim me dërgua për shembull forcën tonë të sigurisë në pjesën veriore për shkak të kufizimeve që i kemi. Na vërtet jem shteti pa mbarun, po jem shteti jashtëzakonisht i mbikëqyrur. Unë të them se njëri ndër themeluesit e sindikatave të para të Kosovës dhe drejtuesi i sindikatave dhe nënpunësi i shtetit deri në pensionim. Faleminderit shumë për ide. A të vjen kjo? Po, në fakt se jam takuar me shumë njerëz që ma ka treguar për shumë gjëra që janë shumë të mirë. Edhe e di që gjëra që janë shumë të mirë në Koranin. Edhe e di që kena dritë ku do shkojmë. Edhe ka dritë në fenë musliman, ka dritë në fenë katolike, edhe ka dritë në fenë tonë. Thjesht gjëja që ne besojmë është që kena
Në kishën tonë mund të marrim të gjithë dritë që Zoti ka për ne të gjithë si fëmijët e tij. Si fëmijët e tij. A mundesh edhe ti pak me përmbledh një moment tonin që ta ka ndryshuar jetën? Po, në fakt, po më vinte ndërmend përpara misionit tim, sepse jam një misionare për Kishën e Jezu Krishtit edhe po shërbej këtu në Prishtinë. Dhe unë isha në pritje të aplikimit tim, pra të thirrjes se ku do shërbeja në një mision, por ndryshe nga misionarët të tjerë që po përgatiteshin, mua më desh një kohë më e gjatë pritje. Dhe u shkruajta disa njerëzve të ndryshëm, sepse kisha nevojë për ngushëllim edhe ishte një kohë pak e vetmuar për mua. Po, por më vajti ndërmend që t'i shkruaja një personi në një email edhe i thash që a ka diçka që është që po ma mbani të fshet, ose diçka që nuk jam fort e përgatitur për të bërë këtë gjë, ose diçka thjesht që unë nuk e di edhe thjesht kam nevojë për më shumë detaje sepse thirrja ime po vonon kaq shumë. Edhe ai më tha thjesht që motra Kola, sepse kështu quhem, unë e di që thirrja jote është në duart e Zotit, edhe çdo gjë është mirë. Edhe në atë moment unë po prisja detajet më të mundshme, pra në cilin shtet mund të kishte shkuar thirrja ime, kush po kontrollonte. Po, do më të ndoja çdo detaj të mundshëm, por aty kuptova që paqja që Zoti më dha nëpërmjet asaj përgjigje të thjesht, ja të i kalonte çdo njohurie, po çdo detaj të mundshëm që unë mund të kërkoja, edhe është një varg në Bibël që thuhet që paqja e Perëndisë ja të i kalon çdo inteligjencë njerëzore. Edhe është e vërtetë sepse këtë e kam përjetuar shumë herë në jetën time. Sa herë që unë kam kërkuar për detaje, ndoshta unë mund ta kem arritur qëllimin, por nuk kam ndier paqe brenda vetes time, nuk jam ndier e lumtur edhe e plotësuar. Por Zoti shikon më shumë se sa ne, edhe sa herë që neve fokusohemi tek ai shtegu i drejtë, edhe nuk na intereson asnjë detaj tjetër i mundshëm. Ja lëm thjesht drejtësisë së Zotit edhe mbështetemi fort tek ajo ndjesia e mirë, por që e kemi të sigurt që është rruga e duhur për të na çuar ne te Perëndia. Edhe ishte një ndryshuese për mua, sepse unë nuk po ndjesha fort mirë në shëndet, por pas një jave ky person më shkruajti përsëri në një email edhe më tha që unë dhe gruaja ime jemi lutur për mirëqendjen shëndetësore po. Edhe aty bëri shumë kuptim, sepse ishte shumë e prekshme, si mu të them, ndryshimi i realitetit tim shpirtëror edhe fizik. Pra ndjeva menjëherë që të nesërmen unë isha më e fuqishme, edhe diçka ndryshoi në trupin tim. Edhe kjo është për shkak të lutjes. Ne e dim, sepse kemi përjetuar në jetën tonë që lutja ndryshon jetë njerëzish edhe hap praqet e qiellit për të përjetuar mrekullitë edhe dashurinë e Zotit. A e kishit marrë qika, jo një dashur të fesë ndryshe? A ju kish pengu? Kemi një, si mund të them, një urdhërim që thuhet duaje Perëndim me gjithë forcën, zemrën edhe mendjen tënde, dhe urdhërimi i dytë që vjen pas kësaj është duaje të afërmin por si veten. Edhe në fakt neve këtu kemi të bëjmë kontakt me njerëzish çdo ditë, takojmë lloj-lloj njerëzish, edhe kemi një shoqe në fakt që neve e takuam bashkë me të dashurin e saj, edhe i dashuri i saj ishte një katolik, ajo është e fesë muslimane, por ajo i qëndronte shumë besnik fesë saj edhe nuk ishte dëshirë që ta ndryshonte fenë. Edhe pse i dashuri i saj dëshironte që ajo të besonte në Krisht. Por edhe pse ajo besonte në fe muslimane, mua më bëri përshtypje që ajo zotëronte këtë virtytin, që ajo e donte Zotin më shumë se sa të dashurin e saj, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse ne njerëzit jemi shumë të paaft për të dashur njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për të mësuar nëpërmjet Zotit se si ta duam njëri tjetrin, edhe ne mbushemi me dashurinë e Zotit kur neve duam Zotin në radhë të parë. Edhe mënyra se si ne e duam Zotin është duke zbatuar urdhërimet edhe këshillat e Tij. Edhe Zoti pastaj manifeston fuqinë e Tij, edhe ne mbushemi me këtë dashuri dhe jemi të aftë që ta ndajmë atë me të tjerët. Po, edhe neve mund të ndjejmë dashurinë e Zotit, edhe mund të ndjejmë në harmoni dhe në unitet kur neve përpiqemi të dëgjojmë njëri tjetrin, kur zhvillojmë komunikime të shëndetshme,
edhe kur jemi në një mendje dhe në një zemër. Atëherë ky është populli perfekt i Zotit. Në qoftë se ne kemi dashuri mes njëri tjetrit, atëherë ne jemi të Perëndis. Edhe mendoj se kjo ka më shumë rëndësi, pra nuk ka të bëjë vetëm me faktin ose me parimin që unë do ndryshoj fen, edhe kjo është ajo që do ta kënaqë Zotin, por ka të bëjë më shumë me esencën e të gjithë saj, ka të bëjë me parimet, me virtytet, me moralin, me mënyrën se si e përdorim edhe se si e justifikojmë titullin që neve e cilësojmë veten. Por më shumë rëndësi nga gjithë kjo, pra se sa të jesh i krishter apo një musliman, është që ne jemi fëmijë të Perëndis edhe jemi shumë të çmuar përpara syve të Tij. Faleminderit shumë vajza që ndodhet ku me ne dhe unë ju uroj fat edhe sukses të më të tjerë. Faleminderit. Faleminderit shumë për mundësinë.